Qytetarët investuan mijëra euro për të nxjerrë më shumë përfitime, por po del që trotinetat me qera kanë qenë e gjitha një skemë piramidale. Miliona euro investime të qytetarëve të Kosovës po dyshohet se janë bllokuar tashmë në PGL. E pas bllokimit të parave, PGL-ja tash po tenton me i drejtu qytetarët në platforma të tjera. Mos besoni dhe mos investoni tutje. Qytetarët e Kosovës po duket se edhe një herë kanë rënë viktimë e një skeme piramidale duke humbur kështu mijëra euro investime. Bëhet fjalë për Pulse Glide, e njohur ndryshe si PGL ose platforma për trotinetat me qera. E gjithë kjo platformë, që dyshohet se ka fillu funksionimi në Kosovë para më shumë se një viti, ka mbledhur mijëra klientë shqiptarë të cilët kanë besuar në seriozitetin e kësaj platforme. Po e marrim një shembull të një viktime për me tregu se çysh ka funksionu platforma. Beni është një djalë i ri kosovar që punon për një rrugë mesatare në Kosovë. Në janar të këtij viti ai dëgjon për platformën PGL edhe interesohet me hi me investu $2.600 për me i fitu $93 në ditë e pastaj minus të vëshëja Benit i bike me i marë $76 në ditë. Komplet investimi u bo vetëm përmes kriptovalutave në Binance, ku pastaj i ke dërgu paret në platformën e PGL-s edhe për çdo 24 orë i ke nxjerrë ka $76 në ditë. Beni bindet edhe investon në këtë platformë që i duket mjaft joshëse. I pagun $2.600 përmes kriptove edhe i aktivizon trotinetat kinse me qera. Prej janarit e deri me tash kur u blloku PGL-ja, pra nuk lejon me i tërheq parat pasi që mundeni me u fut në platformë, por nuk mundeni me bë tërheqje. Benit i ka ra me i marë ka $76 në ditë për 85 ditë pune, sepse në vikend nuk ka punu platforma. Nëse i llogarisim 85 herë 76 është e barabartë me $6.460. Pra Beni deri me këtë kohë i ka marrë $6.460 minus $2.600 për investimet që e ka bërë në fillim, Benit i ka mbet plot $3.860 fitim i pastër. Por çka ka ndodhur? PGL-ja disa ditë para se me mbyll platformën, me blloku tërheqjen e parave, e ka lëshu një ofertë. Nëse i ke investu edhe €3.400, atëherë i rrit në nivel edhe ke dalë në nivelin e 7, ku i ke fitu 400 e diçka euro në ditë. Beni mashtrohet prap, në fillim me $2.600 ka dalë në nivelin e 5, ndërsa tash, pasi që i ka marrë $3.860 fitim, i shtin edhe $3.400 për me u rrit në nivel, me dalë në nivelin e 7 edhe me i marrë mbi €400 në ditë. Po çka ndodh, PGL-ja bllokohet. Beni dhe shumë bena të tjerë që kanë investu pare në PGL, janë mashtru me ofertat e fundit të platformës për me fitu shumë e ma shumë në këtë platformë. Kanë investu prap edhe si përfundim kanë rënë viktimë e kësaj platforme që po dyshohet se gjitha ka qenë skemë piramidale. Dyshimet se kjo është skemë piramidale, pra mashtrim, kanë qenë qysh moti. Ka pas platforma të tjera të ngjashme, ka pas paralajmërime edhe në mediat e huaja evropiane që kanë tregu se Kosova është cak i këtyre mashtrimeve dhe qytetarët po investojnë më të madhe në këto platforma. Por kjo nuk i ka ndalë qytetarët që me investu edhe me provu fatin. Në krejt këtë dëm të shkaktuar në Kosovë ka prej qytetarëve që edhe kanë fitu në këtë platformë. Disa kanë fitu me pak e disa kanë fitu mijëra euro. Po kush qëndron mbas gjithë këtyre skemave piramidale, sepse kjo nuk është e para në Kosovë. Mos harroni, tash vetë se kanë filluar tentimet që qytetarët me i dërgu në një platformë tjetër, pasi që është blloku tërheqja në platformën e PGL-s, duke ju thënë se po kanë probleme me PGL-n dhe separat nuk mund t'i tërheqin deri në tetor të këtij viti. Mos besoni dhe mos investoni më shumë sepse ka shumë gjasa që nuk mund të nxjerrni asnjë cent nga këto platforma. Detajet e tjera rreth këtyre platformave do t'i publikojmë ditëve në vijim në Nacionale.